Në qershor të 2025 u shpalos publikisht projekti për transformimin e vilave qeveritare. U parashikuaj që në të dy qytetet, në Velipoj dhe në Vlorë, rezidencat ku qëndrojnë krerët e shtetit të ktheheshin në struktura moderne, në funksion të turizmit elitar. Sipas projektit i cili u bë publik, këto struktura do të ktheheshin të aksesueshme nga qytetarët e do të funksiononin për mikpritjen e personaliteteve nga politika, arti dhe sipërmarrja ndërkombëtare. Gjithashtu u garantua se shumë shpejt punimet do të nisnin në teren dhe shkuara do të bëhej njësh me modernen për të treguar edhe qëllimin e këtij projekti. Por megjithëse ka kaluar tashmë pothuajse një vit, edhe kjo nismë e qeverisë shqiptare ka mbetur në letër, pasi edhe në teren nuk ka asgjë nga nisja e punimeve. Në qytetin bregdetar të Vlorës nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve për transformimin e vilave qeveritare. Godina këto të cilat u parashikuan për të kthyer në godina pritje për turistët elitar në qytetin e Vlorës, teksa gjithashtu ato vijojnë që t'jenë edhe sot në kushte infrastrukturore jo të duhura, duke u rënuar dita ditës. Për projektin në fjalë u shpallën fituese dy kompani ndërkombëtare që do të realizonin punimet në Velipoj dhe në Vlorë, ku partner me ta do të ishte edhe shteti shqiptar. Por situata edhe pas shumë muajsh ka mbetur e njëjtë, ku përveç vilës qeveritare të diktatorit Enver Hoxha, ku qëndron shpesh herë kryeministri Edi Rama, apo edhe kryeministra të mëparshëm të vendit tonë, dy vilat e tjera qeveritare janë prej vitesh pas një funksion. Godinat po amortizohen me kalimin e viteve, ku edhe lagështia ka bërë të vetën. Të vetmet projekte që janë realizuar ndonjëherë në Vlorë tek vilat qeveritare janë ato që janë kryer për rehabilitim të pjesëshëm të pjesëve në brendësi të vilës, ku qëndron sa herë vjen në Vlorë kryeministri i vendit Edi Rama, e për godinat e tjera ndër vite nuk është bërë ende asgjë.